Albano! Atere. Korespondenti im. Faleminderit që na jep një fjalë nga studio qendrore, ne po raportojmë nga tereni. Fjala për ty. Në vend të fundit fare, me më pak pik nga të gjithë, ul. Që Me ki më pak rrept. pik nga të gjithë, humbësit total të kësaj sfide janë çifti Elinara e Rand, sepse kanë zgjedhur disa alternativa tek ato me qarkime kështu, duhet të zgjidhin vetëm nga një. Ju keni bërë nga 5. Te raundi 2. Nuk ka këtu, është ullur Agaj, e ka parë, bashkë me Naturalin, kanë thënë që jeni të 6-tët. Po të kishte vend të 7, do kështë dalë të 7-tët, po s'ka. Jo, sepse ai nuk na tha, nuk na duhet letra. Qetësi, vazhdojmë, në vend të 5. Me goj e kemi Në vend të 5. Vazhdo Albano se Randi ka prap ankesë, e ka Në vend të zakon. 5 është ai që shkëlqen më shumë se të gjithë, ylli. Në kuptimin kështu, bëra një metaforë, me që i para fundit, të mora me të mirë. Në vend të 4 është Andrea. Në vend të 3 është Andueli. Ka bërë 3 gabime. Deshu afrove. Dhe do i them vendin e dytë, dhe pastaj kuptoni fituesin e madh të cili do i shpjegoj dhe çfarë ka fituar. Në vend të dytë është Big Mama me 2 gabime, kështu që uri me Big Basta, ke bërë vetëm një gabim. Ka bërë një gabim. Ja, se e ka bërë qenë që jo materiale. Dhe Albano, çfarë ka A mund fituar? të bijem dakord që kush flet tash nga ky moment që po flas unë ta përjashtojmë deri nga ferma? Jo. Ka gabuar më valla se moderova unë. Big Basta ka bërë vetëm një gabim. Jo 2. Qetësi ka vendosur Gaj. Ka bërë vetëm një gabim Big Basta. rregull. Ke fituar duartrokitjen e kombit, mirnjohjen e kombit. Bravo. Faleminderit. Faleminderit Natural për Agaj. duartrokitet. Bashk me Naturalin e kanë marrë të vendim dhe Big Basta ka bërë vetëm një gabim. Tashi nuk e di për çfarë po flisni. Big Basta e fituesi, bravo. More faleminderit. Ma buzëqeshet, konfirmoni pak të se kam kontestime aty nga pjesa tjetër. Kontrolloj. Thjesht kur thua lule shtrydha, e lule shtrydhja ishte edhe me moll, mos gaboj. Sepse molla ishte një ndër frutat që ishte Ka nga tru. përveç asaj, përveç asaj, kur tha, një sekond të mbaroj. Kur tha lule shtrydhe, u tha okej aty, ndërkohë ishte lule shtrydhe moll. Mirë. ka pranu Andrea. Mirë. Jo, edhe për tjerë të punë. Jo, më jo, ishte ka fa multivitamin. Edhe tjerë keni thonë lule shtrydhe. Pra të Po mirë atërë, t'ja heqim duartrokitje, ca i shfitoj shkreti. Ishim Luana Amano, të duhet. Si thoni edhe pim rat. Talem barazim. E zidëm Albano, u morëm vesh besoj. Morëm A vesh u se morëm kuptoj. Andrea vesh. Kur flasëm se O kuptoj. Luana, unë me Albano jam marrë gjithmonë vesh, pavarësisht janë disa gjëra këtu që pa hajtë, se do i zgjidhim. Po, Luano, morëm vesh. Po Luana, morëm vesh. Po, prap gjithë mendoj që meritojnë duartrokite Luana, se Bravo, ishin Big Basta. Bravo. Ja një duartrokitje e zjarë për të gjithë, për gjitha momentet e bukura që na dhuroni si këto të fundit. Po Jule, do lidhje me ata? Do lidhje me mua? Po kthehem në studio. Urdhëroni zotri? Një burr që t'jetë i kompletuar, i realizuar dhe që t'jetë me shumë fat, duhet që pranë tij të ketë një grua që t'i plotësoj dhe realizoj dhe mbi të gjitha ta suportoj në momentet më të vështira. Ky quhet një burr me fat, por një burr që t'jetë ende me më shumë fat, është ai që ka një vjerë po aq të denjë. Në rastin tim, Rezi edhe 100 vjeç. Të të roj zëndri. Po, e 100 vjetë, Rezi, edhe Juli. Të me qenë se në ra rasti. Me që ishim në temë gjithmonë. Me qenë se ishim në temë, tani qëfar thamë ne që do kemi pas pak Zhaku? Sahati 12. Sahati 12, përkon me ahengun 12. Jo, kemi ko. Kemi ko ende. Hirushe, të lute, mosik. Nuk do iki. Në 12 e gjys. Ju që ndroni atje, sa Hirushe të gjej këpucën e saj se i ka humbur. Princi nuk do e gjej, thjesht këpucën. Dhe në rikthehemi për